Një aksident i rënd me pasojnë 3 viktima ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të vitit të ri në aksin Gjirokastër Tepelen. Për më shumë informacione do të shkojmë menjëherë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Dorina Muhaj, e cila ndodhet pikërisht në vendin e ngjarjes. Përshëndetje Dorina, atëherë çfarë informacionesh ke arritur të marrësh më tepër, cilat kanë qenë shkaqet e këtij aksidenti të rënd mbi të gjitha? Përshëndetje, në fakt 2026 ka nisur i trisht për 3 familje të cilët humbën 3 të shtrenjtë e tyre këtu në aksin rrugor Tepelen Gjirokastër, aty ku ndodhi dhe aksidenti i tmerrshëm ku kanë qenë 4 të rinj të cilët janë aksidentuar dhe konkretisht mund të themi se aksidenti ka ndodhur rreth orës 3:18 minuta të mëngjesit të sotëm. Kanë qenë 2 automjete, ka qenë automjeti tip Mercedes-Benz në të cilin udhëtonin 2 shok, 2 të rinj, Angelo Ruçi dhe Klajdi Myrtaj, ndërkohë që në automjetin tjetër, këta udhëtonin në automjetin tip Volkswagen dhe në automjetin Mercedes udhëtonte Martin Dulaj dhe 19 vjeçaria Anisa. Fatkeqësisht 3 të rinjt nga qyteti Tepelenës kanë humbur jetën, njëri prej tyre në vendin e ngjarjes, ndërsa 2 të tjerë gjatë momentit që ata janë transportuar për në spitalin e Gjirokastrës. Ndërkohë që mund të themi se shkaki i këtij aksidenti, paktën ne ndodhemi këtu në vendin ku ka ndodhur pikërisht aksidenti në orën 3:18 minuta të mëngjesit. Kanë qenë temperaturat teje të ulta, mund të themi se kanë qenë diku tek -4 apo -5, çka mund të pasur edhe rëshqitjet edhe nga shpejtësia, sepse nuk e dim se çfarë mund të ndodhur konkretisht. Ajo që dihet deri në këtë momente është se të 2 automjetet janë përplasur me njëra tjetrën kokë më kokë, kanë qenë shpejt përveç faktit që janë konstatuar dëme të mëdha të konsiderueshme në automjete, shka ka sjellë edhe humbjen e jetës 3 të rinjve. Kanë qenë pikërisht Klajdi Myrtaj dhe Angelo Ruçi, të cilët kanë qenë duke udhëtuar në mjetin tip Volkswagen, ndërsa në mjetin Mercedes ka qenë Martin Dulaj, 26 vjeçar, i cili humbi jetën në vendin e ngjarjes, dhe Arsida Demiri, e cila ndodhet në këto momente prej mëngjesit të sotëm në spitalin e traumës. Pra, në këtë aksident ku janë përfshirë 2 automjete, dhe sipas informacioneve të marra deri në këto momente është se 2 të rinjt nga Tepelena që udhëtonin me automjetin tip Volkswagen ishin duke shkuar në drejtim të qytetit të Gjirokastrës, ndoshta për të shijuar momentet e para të vitit 2026, ndërsa automjeti tip Mercedes ka qenë duke udhëtuar në drejtim të qytetit të Tepelenës. Grupi hetimor ndërkohë është ngritur që prej orëve të para të mëngjesit për të bërë mundur dhe për të zbardhur gjithë dinamikën e këtij aksidenti tragjik ku hidhëroi këto familje të cilat humbën të shtrenjtë e tyre. Është një aks rrugor, ashtu siç e shihni edhe vet, ku automjetet e tekalojnë pak normën e shpejtësisë lejuar. Është një aks rrugor ku shpesh është bërë edhe shkak i aksidenteve, por aksidente të cilat kanë qenë vetëm me dëme materiale dhe jo në humbje njerëzish. Pra, siç e shihni edhe vet, automjetet këtu nuk e respektojnë shpejtësinë e lejuar pikërisht në këtë vend. Është në hyrje të qytetit të Tepelenës, shumë pranë fshatit të Lekël. E qartë, Dorina, po gjendja e të plagosurës si është, nëse ke informacione, është jashtë rrezikut për jetën? Sipas informacioneve që unë kam arritur të marr, thuhet se ajo është jashtë rrezikut për jetën, por do të vazhdojë të qëndrojë në monitorim nga ana e mjekëve për të parë nëse ajo do të shfaqi, le të themi, pasi rreziku vazhdon të jetë, duke qenë se ajo ka dëmtime të mëdha të cilat i ka marrë në këtë aksident. E qartë. Të falenderoj Dorina për gjithë informacionet që na përsonë në këtë lidhje të drejtë për drejtë.